ikase. Se lënë Amerikanët Grekun të bëjt zotë Shqipëria, jo. Jo, zotëri. Grekët kanë pjesën të madhe të volumit tregtar edhe të gjithë biznesin të Shqipëria kanë Grekë, të komandojnë Grekët, po jo të marrën dhe detin, nuk I lënë. Po janë kthyer në pikë strategjike avokat, sepse amerikanët gazin e lëngshëm për Europën po e shpërndajnë nga Greqia. Tani u foli herë fillimisht që do ishte Shqipëria, ande nga Vlora, nga Triporti, më the thash. Ikuaj nga 2021 u harrua se si u bë, tani e morën Grekët. Ata janë të momentit në duket të situatës. Është momenti I tyre. Unë di që Grekët kanë një lobë të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë ata që I sinkronizojnë veprimet. Por nuk besoj se kanë fuqi deri te presidenti amerikan që të bëjnë këto lojra që po bëjnë. Megjithatë ne jemi shtet që s'jemi shtet. Ne jemi të vdekurit pa kallur. Ne ushtri s'kemi, ne armë s'kemi, ne aviacion s'kemi, ne hapësirën ajrore na e monitorojnë armiqtë tanë shekullor Grekët. Ne jemi në gjendje lufte me Greqinë dhe nga ana tjetër I bëjmë çfarë thot Greku. Mos ma zemën ngoj punën me Greqinë se ka mbaruar. Shqipëria është dorëzuar totalisht te Greku. Pra ju avokat nuk besoni e fundit kjo për Greqinë që Spiropali kur shkojnë nesër atje mundet që të ngrejë çështjen Çame apo çështje tjera. Të lutem. Mund ta bëj Spiropali atë gaf. Atë çështjen Çame në televizionin greke nxori vetëm ky burr këtu. Po vetëm unë u thash keni bërë. Vetëm unë u thash keni bërë genocid në Çamëri, asnjë tjetër. Këta vjen e ulëpien grekëve, më çfarë bëni kështu? Po harrua që e prisin një lirmetën me tapet kuq ata. Çfarë thoni? Berisha mirë ka pas marrë. Po Berisha është agent I parë I tyre. Harrua që në 2005 Berisha doli me këmish të bardhë me vija të kaltra, në marrë në fotografi, nuk doli kot. Simbolika. Po, është gjua e simboleve dhe është Sali Berisha që tha për herë të parë I marrë as minoritet. Ai do të zboroja. Avokat ne do flasim prapë besoj këto ditë, por të lutem thuaj si po mbyllet ky vit për shqiptarët. Ashtu siç dini, ta thoni vetëm ju. Shiko, ky vit për shqiptarët është një nga vitet më të zinj të historisë shqiptare. Dhe parashikoj që do vej akoma më I zi, do vej akoma më keq. Po ku do shkojmë më keq? Ka më keq, ka shumë më keq. Ka shumë më keq që të vihet çizmjan te dera e të mos dalësh pishuj. Ka shumë më keq. Po inshallah mbase nuk arrin deri aty se ky popull akoma po flë. Djem edhe burra s'ka. Pra fuqi të gjallë mbrojtëse nuk ka, armatim nuk ka. Fuqi ekonomike nuk ka, gjithçka e ka në dorë një dorë e vetme dhe do ta shikoni më më se çu them. Janë ngritur gjitha ndeti sa hangar, depo që nuk e di që janë ato në gjithë Shqipërinë, depo të mëdha që grumullojnë ushqime dhe njërin tjetrën. Këta do t'i fusin ushqimet atje dhe do ta detyrojnë popullin që të pranojnë atë që thonë ata. Do ta shifni. Kjo do ndodhë. Do vënë qesin atje, do vënë erojet me armë edhe popullit do t'i thonë ngorth për buk tani. Këtë kanë në plan të bëjnë dhe do ta bëjnë. Me avokat, po është edhe palë tjetër që, shiko, ne kemi hapë gjithë grup kapitull me Bashkimin Evropian, jemi shumë afër, do hyjmë në Europë. Ja, me federaset e Evropës do shpëtosh po pse nuk janë ata që nxisin dhe gënjejnë ka 35 vjet që gënjejnë Shqipërinë I thonë do të pranojnë Bashkimin Evropian, po s'keni bërë ca detyra. Edhe vit për vit kemi detyrat paralizuara neve. Jo tallen, kanë spionët e tyre këtu në krye të shtetit, edhe në krye të vendit, në krye të politikës dhe të ekonomisë. Avokat, lejoni ta mbyll me mesazh nga qytetarët, sidomos për ligjin, për familjen, për regjinit që u diskutua para pak ditësh edhe ne kemi zhvilluar biseda bashkë, keni marrë një mbështetje mjaft të madhe dhe komentet dhe opinionet janë të gjitha pro të asaj që ju thonë. Për mbrojtjen e familjes. I falenderoj qytetarët dhe shpresoj që këtë mbështetje që m'japin mua atje në mbrapa xhamit ta bëjnë realitet në rrugë. Këtë kërkoj nga shqiptarët. Kjo është e vështirë që të bëhen dy bashkë në terren, por unë këtë ftes u bëj.
ju drejtojmë të tërë dashamirësve, të tërë shqiptarëve patriot, të tërë shqiptarëve të ndershëm që duan familjen, të dalin sepse nuk po e kuptojnë akoma që po u përgatitet më zeza e të zezave këtij popullit. Këtij populli po e përgatitet një vdekje e ngadalt, duke vënë në fillim në gjumë letargjik, pastaj me injeksione dhe do zhduket. Këtë po bëjnë. Dhe ky është objektivi i atyre dy gjinive, që thonë këta që bën ligjin për deklarimin e gjinisë. Se s'ka deklarim gjini. Gjinita e Zotit që kur të lem, që kur të krijon në barkë të nënës. Avokat, të falenderoj dhe të shpreh edhe një herë mirënjohje. Edhe unë të falenderoj tyre dhe mirënjohës dhe unë për ftesën që më bënde për çështjen që po diskutoj.